Një përdorues me emrin Sad Alpha Project publikoi një video që u filmua më 24 nëntor 2025 në orën 10 të mbrëmjes, ora e paqësorit, në Los Angeles, Kaliforni, duke treguar diçka të jashtëzakonshme. Shikuesit mund ta shohin dhe analizojnë me kujdes. Sipas atij që e ngarkoi videon, 3 objekte të çuditshme që lëviznin shumë shpejt dhe u kapën nga një kamer infra të kuqe, po fluturonin në qiell më shpejt se çdo avion normal që ai kishte parë më parë. Ai gjithashtu tha se aplikacioni i tij për ndjekjen e fluturimeve nuk tregoi asnjë prej këtyre objekteve. Videoja është e ndarë në 2 segmente, të cilat riprodhohen të dyja në kohë reale. Segmenti i parë tregon perspektivën origjinale të kamerës, ndërsa segmenti i dytë është i stabilizuar dhe i afruar. Për shkak të qartësisë dhe stabilitetit të pamjeve, duket se as lëvizja e kamerës dhe as stabilizimi nuk ndikuan në perceptimin vizual. Një shpjegim më i mundshëm është se mund të jenë dron ose pajisje të tjera ajrore. Megjithatë, shpejtësia dhe modelet e lëvizjes nuk përputhen me mënyrën tipike të funksionimit të dronëve rekreativ apo komercial. Nga këndvështrimi i një besimtari, mënyra se si këto objekte lëvizin, shpejt, me kontroll dhe dukshëm të vetëdijshme për njëri tjetrin, përkon më shumë me raportet klasike të pamjeve të UFO-ve sesa me aeroplanët konvencional. Pa të dhona fluturimit të përputhshme dhe pa shpjegim të qartë, ky incident mbetet një mister intrigues dhe i paqartë. Një burr që po gjuante zogj në një vend të errët dhe të heshtur, mbeti i paralizuar nga frika kur pa papritur shfaqe në një poçong mbi një pemë bananeje. Atmosfera ishte e rëndë dhe pothuajse pa zhurmë, përveç fshfërimës së gjetheve në errësirë. Në regjistrim, shihet qartë figura e palëvizshme mbi pemë, duke e shikuar drejt në sy burrin, pa bërë asnjë lëvizje. Prania e saj duke e çuditshme dhe shqetësuese. Sa po gjuetari e kupton se nuk është vetëm, ai trembet dhe fillon të dridhet nga frika. Frymëmarrja i rëndohet ndërsa përpiqet të kuptojë atë që po sheh. Frika e pushton plotësisht, duke e lënë të ngrirë në vend. Një grup peshkatarësh që po notonin ende gjatë perëndimit të diellit, u habit shumë kur pan një shfaqje të pazakontë në anën tjetër të lumit, që dukej si një top zjarri. Ata morën një teleskop për ta vëzhguar më mirë dhe pretenduan se ishte një figurë misterioze. Kur u regjistrua me kamerë, shfaqja dukej si një masë e ndritshme zjarri që lëvizte ngadalë dhe ndryshonte formë. Peshkatarët ndjenin një kombinim frike dhe kurioziteti, ndërsa përpiqeshin të kuptonin natyrën e saj. Ishte diçka që nuk mund të shpjegohej me mjetet normale të shikimit dhe as me përvojën e tyre të peshkimit. Drita e zjarrit shkëlqente mbi ujë, duke krijuar hije të çuditshme. Çdo lëvizje e saj dukej me qëllim, duke e bërë misterin edhe më të thellë, dhe peshkatarët mbetën të shtangur dhe të frikësuar. Eksplorimi i vendeve të braktisura mund të sjellë probleme shumë serioze, nga rreziqet me njerëz të tjerë deri te humbja e jetës. Këta djem nuk e dinin që ishin duke u përgatitur të zbulojnë diçka që duket si një krim. Kujdes! Pas dëgjimit të zhurmave në njërin prej dhomave, ata gjejnë një kuti të çuditshme dhe kur e hapin, ndodh kjo. Gruaja e hutuar duket se ishte futur aty disa orë më parë dhe ishte afër vdekjes. Çfarë mendon ti se mund të ketë ndodhur? Çdo detaj nga ndriçimi i zbeht deri te era e rëndë brenda dhomës shton tensionin dhe ndjenjën e frikës. Shikuesit shpesh spekulojnë për origjinën e situatës, duke menduar nëse ishte një ngjarje e vërtet kriminale apo ndoshta një ngatresë rastësishme që zbuloi një mister të frikshëm. Reagimet e djemve dhe mënyra se si ata afrohen me kujdes shton tronditjen e skenës, ndërsa ajo që ndodhi brenda kutisë mbetet e paqartë.
Ky incident tregon se sa delikate dhe të rrezikshme mund të jenë ekspeditat në vendet e braktisura. Çdo hap mund të shfaqë diçka të papritur dhe të tmerrshme, duke i detyruar eksploruesit të jenë vazhdimisht të vëmendshëm dhe të kujdesshëm. Shpreh mendimin tënd për këtë rast dhe për atë që mund të ketë ndodhur me gruan në kutinë e mistershme. I paralizuar brenda një mauzoleo të heshtur, Franco vuri re siluetën e një gruaje që qëndronte ulur pa lëvizur. Prania e saj ishte e frikshme dhe figura e bardhë pothuajse transparente nuk linte asnjë dyshim se përballë tij ndodhej diçka jo normale. Atmosfera ishte e rëndë dhe ajri duke i ngrirë, ndërsa ai përpiqej të kuptonte atë që po shihte. Silueta nuk shfaqte asnjë shenjë jete, por energjia që e rrethonte ishte thellësisht shqetësuese. I shtyr nga frika dhe kurioziteti, Franco mori një vendim të guximshëm dhe filloi të afrohej me shpejtësi drejt mauzoleut. Hapat e tij jehonin me heshtje, ndërsa zemra i rrihte fort. Megjithatë, sapo mbërriti në vendin ku kishte parë figurën, ajo ishte zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Në atë çast, i tronditur dhe i friksuar, Franco vendosi të largohej menjëherë. Ai u ndërhoq me nxitim, duke lënë pas një skenë të errët dhe një mister që nuk mori kurrë përgjigje. Një burr që po voziste i vetëm ndjeu frikë, pasi rruga nëpër të cilën po kalonte ishte jashtëzakonisht e errët dhe e vetmuar. Heshtja dhe mungesa e dritave e bënin udhëtimin edhe më shqetësues. Ndaj për të shpërqendruar mendjen, ai filloi të këndonte ndërsa po regjistronte videon. Gjithçka dukej normale, derisa, pa e kuptuar, vuri re diçka të pazakontë në anë të rrugës. Në fund të asaj nate të vetmuar, kamera kapi një figurë të bardhë, me pamje të ngjashme me një poçong, e cila qëndronte mes shkurreve në anën e djathtë të rrugës. Kur burri e kuptoi se nuk ishte thjesht një hije apo iluzion, ai u trondit dhe u pushtua nga një ndjenjë frike e akullt, duke e bërë atë moment edhe më të frikshëm. Ky video vjen nga kanali Yja Camping, i cili është i përkushtuar ndaj kampingut ekstrem. Atë natë, si zakonisht, krijuesi vendosi të kaloj natën në një kabinë të braktisur në mes të një plantacioni. Banorët e zonës i kishin treguar histori shqetësuese rreth këtij vendi. Pak pasi u vendos, ai filloi të dëgjoj qartë një të qeshur që vinte nga jashtë. I friksuar, ndezi kamerën e tij dhe duke shqyrtuar regjistrimet e CCTV-s, zbuloi diçka shqetësuese. Para kamerës, shfaqej fytyra e një gruaje me një shprehje të tmerrshme, e cila dukej e drejtuar drejt tij. Kur përpiqej të flinte përsëri, zërat dhe përshpëritjet u kthyen si të kishte diçka brenda me të. Një ndjesi e thellë frike mbushte ajrin, ndërsa çdo detaj i fytyrës së gruas dhe mënyra si lëvizte në hijet e dhomës krijonte një atmosferë të tmerrshme. Kamera kapte gjithçka me qartësi, duke regjistruar çdo dridhje të mundshme të pamjes. Ai qëndronte i ngurtë, duke ndjerë praninë e pabukshme dhe duke u përpjekur të kuptojë nëse kjo ishte një shfaqje e vërtetë apo një mashtrim i kujdesshëm. Tensioni rritet me secilën minutë që kalon, duke e lënë krijuesin të alarmuar dhe të pafuqishëm përballë së panjohurës. Një baba dhe i biri po ecni në rrugë, kur diçka në një shtëpi të errët përtej rrugës tërhoqi vëmendjen e tyre. Në çadin e banesës së braktisur ishte një figurë e bardhë që nuk duhej të ishte aty. Entiteti kishte një formë të zgjatur dhe i qëndronte krejtësisht statik mbi çadin.
Duke rritur ndriçimin e regjistrimit, mund të dallosh atë që duket si një figurë e mbështjellë me pëlhura të bardha, por pozicioni dhe sjellja e saj nuk korespondojnë me asnjë njeri normal. Kur pa një shfaqje plotësisht të pashpjegueshme në mes të një rruge të vetmuar, një shofer vendosi të ndalonte menjëherë për të dokumentuar atë që sytë e tij nuk mund ta kuptonin plotësisht. Pamjet tregojnë qartë një figurë enigmatike me sjellje krejtësisht jo natyrore në buzë të asfaltit. Një përdorues i Reddit me emrin Novariati 578 ndau një video në subredditin Paranormal Encounter, e cila shfaq pamje të regjistruara nga një kamerë sigurie brenda një dyqani departamental diku në Kili. Në fillim, gjithçka duket normale dhe e qetë, me ambientin që transmeton një ndjenjë paqeje dhe të pushlëku. Megjithatë, brenda pak sekondash, situata merr një kthes jashtëzakonisht shqetësuese. Shikuesve u kërkohet të përqendrojnë vëmendjen te ana e majtë e ekranit, ku ndodh diçka e pazakontë. Aty shihet një figurë shumë e gjatë dhe errët, që duket se zbret ngadalë disa shkallë përpara se të zhduket në ajër pas një shpjegim të qartë. Nëse pamjet janë autentike, është e vështirë të mos vërehet lartësia e jashtëzakonshme e kësaj figure, shumë e madhe se sa ajo që shumitja e njerëzve imagjinojnë kur mendojnë për një fantazëm. Duke pasur shumë pak informacion shtesë përveç vendodhjes së përgjithshme, është e vështirë të përcaktohet se çfarë po ndodh realisht. Disa shikues besojnë se mund të bëhet fjalë për një shfaqje paranormale të kapur nga kamera e sigurisë, veçanërisht sepse figura duket se lëviz natyrshëm në hapësirë përpara se të zhduket. Të tjerë sugjerojnë se gjithçka mund të jetë rezultati një defekti teknik të kamerës. Kamerat e sigurisë me frekuencë të ulët kornizash shpesh kanë vështirësi në regjistrimin e objekteve në lëvizje, sidomos në zona me shkallë. Kompresimi i videos ose përzierja e kornizave mund të bëjë që një person që zbret shkallët të duket sikur po zbehet. Megjithatë, të shohësh një figurë gjigante që shfaqet dhe zhduket në një dyqan bosh mbetet thellësisht tronditse. Një kamerë si CCTV e shërbimit të pastrimit regjistron një ngjarje të pashpjegueshme. Një figurë hije vrapon drejt karrocës dhe zhduket, duke lënë pas një gjurmë të zbehtë. Ky video të merrues vjen nga kanali Camping Horror. Atë ditë, eksploruesi u fut në pyll kur ra mbrëmja. Në fillim, gjithçka dukej normale, por kur ktheu kokën, pa qartë një figurë të zezë që e vëzhgonte nga larg. I paralizuar nga frika, filloi të recitonte lutje, ndërsa frymëmarrja e tij bëhej e ndërprerë dhe e shpejtë. Ai vendosi të qëndronte për të kaluar natën në pyll, por kur errësira e mbuloi, e njëjta figurë u shfaq më afër. Tingujt e pyllit u bën të çuditshëm dhe të deformuar, ndërsa përkëdheljet dhe zërat e ulët dukeshin sikur vinin nga çdo drejtim. Çdo hap i kujdesshëm i eksploruesit e bënte çdo tingull të duket i dyshimt, dhe mendja e tij përpiqej të kuptonte nëse kjo ishte diçka reale apo vetëm frikë e imagjinuar. Era që lëvizte mes degëve, hije që përhumbeshin fshehurazi dhe tinguj të papritur krijonin një atmosferë të pashëmbullt të tmerri. Ai ndjeu izolim dhe frikë të pakontrollueshme, me të gjitha shqisat e mprehta, ku çdo lëvizje e vogël mund të duket kërcënuese. Pylli duke i gjallë, por në një mënyrë të tmerrshme, duke gjeneruar një ndjenjë të pazakontë dhe të vështirë për të përshkruar. Kjo natë do të mbetet e ngulitur gjatë në kujtesën e tij, duke e bërë të dyshojë çdo tingull dhe çdo hije, dhe duke kthyer një shëtitje të zakonshme në një përvojë tmerruese dhe të papërsëritshme. Duke parë praninë e një figure të veshur me të bardha në majë të një peme pas shtëpisë së tyre, kjo grua dhe djali i saj guxuan ta regjistrojnë me kamerë. Ajo që shihnin dukej si një kuntilanak që qëndronte ulur në heshtje mbi pemë. Fytyra e saj e zezë dhe sytë e bardhë i bën ata të panikosur dhe të trembur. Megjithatë, duke u përqendruar më shumë, duket se figura e kuntilanakut mbante një foshnjë në krah. Kjo pamje e pazakontë dhe frikësuese i la shikuesit pa frymë, duke krijuar një ndjenjë të thellë pasigurie dhe tmerri. Çdo lëvizje e saj e heshtur dhe qëndrimi mbi deg e shtuan misterin,
duke bërë që ngjarja të duket si një fenomen i pazakontë dhe rrezikshëm. Në orët e para të mëngjesit të 8 tetorit 2016, një familje që jetonte në një shtëpi në periferi të Boswell, Pennsylvania, u zgjua për të zbuluar një skenë të çrregullt në oborrin e pasëm. Koshat e mbeturinave ishin përmbysur plotësisht dhe mbeturina ishin shpërndar kudo në tokë. Duke qenë se shtëpia ndodhej pranë një zone të dendur pyjore, vizitat e kafshëve të natës nuk ishin diçka e pazakontë për ta. Megjithatë, familja u shqetësua nga mundësia që fajtori të ishte një ari i zi që kërkonte ushqim përpara dimrit. Për këtë arsye, ata vendosën të kontrollonin pamjet e regjistruara nga kamera e verandës për të parë se çfarë kishte shkaktuar rrëmujën. Ajo që u shfaq në video, megjithatë, nuk i ngjante as pak një ariu. Për gati 2 minuta të plota, kamera regjistroi një figurë të çuditshme që her pas here nxirrte kokën nga pas një mbulese dhe më pas fshihej sërish. Edhe pse pjesa më e madhe e trupit mbetej e padukshme, ajo që shihej dukej jashtëzakonisht e pazakontë. Figura dukej e hollë, me gjymtyr të gjata dhe sy të bardhë që shkëlqenin në errësirë, duke i dhënë pamjen e diçkaje që disa njerëz do ta përshkruanin si një kriptid i tipit crawler. Videoja është vërtet shqetësuese, dhe ideja që një qenie e tillë mund të endet pranë shtëpisë tënde në orët e vona të natës është e mjaftueshme për të trazuar këdo. Disa besojnë se pamjet tregojnë një krijesë të panjohur, veçanërisht për shkak të sjelljes së çuditshme dhe shkëlqimit jo normal të syve. Të tjerë sugjerojnë se gjithçka mund të ketë qenë inskenuar, ose thjesht një kafshë e zakonshme e kapur nga një kënd i keq dhe e bërë shumë më frikësuese nga ndriçimi i dobët i kamerës. Sido që tjetë, është lloji i videos që të bën të kontrollosh 2 herë dritaret përpara se të shkosh të flesh. Një banor që po kalonte pranë shtëpisë së fqinjit në mesnatë, ndalon për një moment kur sheh një pocong në verandën e shtëpisë. Ai ndjen një dridhje të papritur, por gjithashtu ndjen kuriozitet për të kuptuar pse figura qëndron aty dhe çfarë do të bëjë më pas. Ai afrohet pak dhe e vëzhgon me kujdes çdo detaj, duke u përpjekur të mos humbas asgjë. Pocongu qëndroni pa lëvizshëm përballë derës së shtëpisë, ndërsa brenda banorët e shtëpisë po shikojnë televizion. Banori që regjistron nga larg nuk mund të ndërhyjë. Ai qëndron në heshtje dhe shikon çdo lëvizje të mundshme. Një ndjesi e përzier e frikës dhe kuriozitetit e mbush ambientin, ndërsa çdo detaj i veshjes së pocongut, hapat e tij të ngadalt dhe mënyra se si ai qëndron pranë derës krijojnë një pamje të frikshme. Kamera regjistron gjithçka me qartësi, duke kapur çdo nuancë të veprimit të tij të heshtur dhe mister. Ndërsa minutat kalojnë, tensioni rritet dhe banori shikon me kujdes se çfarë do të bëjë figura më pas, duke ndjerë një kombinim frike, dridhje dhe kurioziteti që e mban në pritje të pafund. Një moment familjar u shndërrua në skenën e diçkaje të pashpjegueshme, kur dikush vendosi të filmonte një çift duke u çlodhur përpara televizorit. Ajo që filloi si një skenë e zakonshme shtëpiake, u kthye në provë se nuk jemi kurrë vërtet vetëm, as brenda sigurisë së shtëpive tona. Ndërsa çifti po shijonte qetësisht programin, një siluet plotësisht e zezë u shfaq në skenë me një shpejtësi mbinjerëzore. Figura e errët përshkoi hapësirën si një rufe prej errësire të pastër, duke kaluar drejt përmes trupit të gruas, sikur ligjet e fizikës të mos kishin asnjë rëndësi. Shpejtësia e fenomenit është ajo që trondit më shumë, sepse asnjë njeri nuk mund të lëviz apo të sillet në atë mënyrë.
Një tjetër hetues nga kanali Jet Camping vendosi të kalonte natën në një ndërtesë të braktisur, një vend i njohur për historitë e errta dhe energjinë e rëndë që thuhet se e përshkon. Me qëllim dokumentimin e çdo gjëje të pazakontë, ai instaloi disa kamera sigurie në korridore dhe dhoma të ndryshme përpara se të përpiqej të flinte. Vetëm disa minuta pasi gjithçka u qetësua, njëra nga dyert u pa duke u lëvizur vetë, pa asnjë shpjegim të dukshëm. Fillimisht, ai mendoi se mund të ishte era ose struktura e vjetër e ndërtesës, por ajo që ndodhi më vonë ishte shumë më shqetësuese. Gjatë orëve të para të mëngjesit, në heshtjen e plotë të ndërtesës, filluan të dëgjoheshin të qara foshnjeje, tinguj të dobët por të qartë, që dukej se vinin nga katet e sipërme. Zëri ishte aq realist sa i ngriti gjakun në vena dhe e bëri hetuesin të ndiste menjëherë dritat. Pikërisht në atë moment, në katin e dytë, u shfaq një figure errët e palëvizshme që dukej sikur mbante diçka në duar. Kamera e kapi qartë atë çast, një hije femërore me fytyrë të shtrembëruar që i shikonte nga lart në heshtje absolute. Prania e saj transmetonte një ndjenjë trishtimi dhe kërcënimi njëkohësisht, duke lënë të kuptohet se ajo ndërtesë nuk ishte as pak e braktisur. Ky incident mbetet një nga rastet më tronditëse të dokumentuara nga kanali, duke ngritur pyetje shqetësuese mbi atë që ende me smureve të harruara nga koha. Çfarë po endet mbi këtë çati gjatë natës? Kjo është pyetja që shumë shikuesi bën vetes pas një videoje të publikuar nga Scary Labs në korrik të vitit 2021. Në pamje, ekipi paranormal kap diçka tepër të çuditshme që lëviz mbi majën e një çatie në errësirë. Figura shfaqet me një ngjyrë jeshile të ndezur, pothuajse si digjitale, dhe duket sikur mban një mantel me kapuç. Fillimisht ajo kthen kokën drejt ekipit, më pas rrotullohet dhe largohet ngadalë. Në atë moment, ekipi nuk duket se e vëren pranin, megjithse ajo kapet sërish nga kamera teksa ata afrohen drejt ndërtesës. Kur ndezi një qiri, figura regjistrohet përsëri, por kësaj here vetëm si një siluet. Tani ata e shohin dhe largohen të tmerruar. Prania shihet sërish mbi çati, duke qëndruar pezull pas tyre. Ndërsa shumë komentues besojnë se bëhet fjalë për montazh të avancuar, të tjerë mendojnë se aktrimi është tepër i egzageruar. Me shumë gjas, ky rast mund të konsiderohet i rreth. Disa burra mbetën të habitur dhe të friksuar kur pan praninë e një figure misterioze të veshur me të bardha, duke ecur vetëm në një rrugë tërësisht të zbrazët. Figura duket qartë, me rroba të bardha dhe flokë të gjatë, duke lëvizur pa shoqëri. Ata, duke parë këtë pamje kaq të çuditshme në një vend kaq të qetë dhe të heshtur, u mbushën me frikë, qerpikët u ngritën dhe u përfshin nga paniku. Pamja e një figure të bardhë që dukej si poçong midis shkurreve të një terreni të zbrazët ishte aq e fuqishme sa e bindi të gjithë se po përballeshin me diçka mbinatyrale. Nuk kishte shenja që dikush e kishte vendosur ata atje qëllimisht dhe ndjenja e pasigurisë dhe tmerrit mbizotëroi tek të gjithë ata që pan skenën e pazakontë. Çdo lëvizje e saj dukej e qëllimshme dhe e ngadalshme, duke bërë pamjen edhe më të fritshme për të gjithë. Një shofer kamioni ndalon qëllimisht dhe kthehet mbrapsht përgjatë rrugës për të regjistruar një figurë që duket si një kuntillanak në skajin e rrugës që sapo ka kaluar. Ai vëzhgon me kujdes çdo detaj në video. Në pamje shfaqet shkurtimisht një figurë femërore e veshur me të bardha, me flokë të gjatë e palëvizshme në skajin e rrugës. Kur shoferi sheh atë që mendon se është një kuntillanak, dridhet nga frika, por megjithatë arrin ta regjistrojë.
Pamja e figurës është e shpejtë por e qartë në video, duke krijuar një atmosferë frikësuese dhe të pazakontë. Shoferi mbetet i shqetësuar ndërsa regjistron skenën, duke ndier një kombinim frike dhe kurioziteti, ndërsa shikuesi mund të dallojë qartë konturet dhe siluetën e çuditshme të gruas në të bardha, e cila duket e palëvizshme dhe misterioze, duke lënë një ndjesi të thellë të merri pas shikimit të videos.